çfarë ndodhi? Tani u fut agjenda për paroj. U fut një njeri që kishte ndryshuar organin gjenital dhe ishte bën nga çun gocë. Ajo është e drejta saj. Fal, prit ta mbaroj apo se do arrit diku tjetër. Ajo vajza vlla, një që të lutem, që ta kemi. Që u fut në Big Brother. Ajo vajza vlla, çandroje ajo. Jo, ajo vajza. Na e nxorën 9 darkës pilaf në televizor, është shpend. Nuk erdhi për agjendën aty vlla. Ajo poli vetëm për veten e vet. Këtë duhet ta respektojmë, okay. Ta mbaroj unë. Okay. Edhe pastaj më kundërshtoj. Okay. Ata e futën aty dhe janë nxirrshin shqiptarëve pilaf 9 darkës. Tani fëmia im pyet. Çfarë është kjo? Më pyet fëmia aty. Do të shpjegosh. Çfarë? Të shpjegoj. Që ka fenomene, po, të disa njerëzve. Po pse duhet t'ja shpjegoj unë vëlla? Pse do ta hap televizorin me pakta këtu? Kjo është e drejta vet, e kupton, po jo më darkës me kalamaj. Do vëlla. Prit. Agjenda vazhdoi. U fut gjysh homoseksual. Po. Ne gjyshin, figurën e gjyshit e kemi të shenjtë. Ne e lejmë gjyshin qështet shtëpisë, edhe e pyesim e na dhon men. Na përgëdhel me dashuri, na ma aty nipa mbesa, djalin etj. Tani ky u fut aty, edhe asnjëri nuk foli për këto fenomene, do të thonë që figura e gjyshit në Shqipëri është figurë e tillë. Po. Dhe të gjitha këto i kishe pilaf. Pra ne them unë, ka ardhur momenti ndoshta më ndryshu dhe flamurin. Me vonë këtë flamurin që veshin në ambasada amerikane këta që e hoqi Trumpi me i trënë klapsit. Sa ti thua që edhe Skënderbeu mund ta vendosin si drag queen. Po patjetër, shumë mirë. Po, atëherë popullsinë e qerojmë. OKB-ja than 2040 1 milion banor Shqipëria. 600.000 është Malizi tani. Po. Territorin Rama Meloni, marrëveshje pa precedent, parimi ekstraterritorialitetit, tha Rama. Parimi ekstraterritorialitetit është e vërtet në drejtën ndërkombëtare, po është kur ti ndrysho, domethënë shkëmbe ambasadat, i këmbe. Ti merr ambasadë, ai ti jep ambasadë në territorin e vet. Dhe ajo cop toke quhet Shqipni ose Itali këtu, Shqipnia atje në Rom për shembull, ose konsulatat, apo jo. Pra, po jo ti japësh ti territor